gjykatën speciale, domethënë atë farë rezolutën kundër gjykatës speciale? Çfarë rezolutë ka ajo? Çka? Se di kryeministri Kurti e votoi. S'ka rëndësi. Au votu rezoluta. Me zbatu ligjin. Të zbatu ligjin është. Au votu rezolutat kur ishte shtunë në disa shtetit. Po, çka ndodhet nesërt? Kur gjykatë zbatu ligjin, po të zbatu jam. Ne onë quajnë gjykatë raciste pro serbe, anën tjetër kërkojnë me zbatu ligjin. Nëse është gjykatë raciste pro serbe, pro ruse, pse pe kërka me zbatu ligjin? Dhe mi onë pa thu që po na, zbatu ligjin, onë tjetër pa thu s'një si gjykatë. Mas 2 ditë një farë proteste, nga ishin vrapa ishin njerëz në pershesh, atë Ja, në vend njerëz, ka qenë proteste jashtëzakonshme. Ka pas shumë njerëz ka. Jo, vetëm një sekond, drejtësia politikë mirë. A kanë të njëjtë 2 ditë më herë që përdorin organin më të lartë politik si lloj presioni për gjykatën? Po e përdorë veç atë kryeministri Kurti. Ja, kryeministri nuk e kundërshtoi ato që propozoi për DK-ja, nuk e kundërshtoi. Po e votoi. U çu që deputeti Fatoz. A pajtohesh që ka votuar? Jo. Pse? Jo. A ka po gabim sipas teja? Po gjykata, s'pa du me janej. Ja do me kallëzua ka po gabim. Nuk e vlerë se e veprimi e kryeministrit. Gjykata e ka punën me zbatu ligjin. Pse kërka me zbatu ligjin? Vetë një sekund. Që 7 vjet, që 5 vjet të gjys, se shtohet diçka tjetër, thonë që po shkelen drejtat. Hajde në proteste po shkelen drejtat. Cila drejt po shkelet? Cila e drejt? E drejta mbrojtës u plotësu edhe për teja saj. Ekip mbrojtës. Ato avokat me emër që janë nivel global. E drejta në fate, nuk po shkelet. Në vizita ju, në pajisje me shkresa ju, në propozim për dëshmitar të mbrojtjes ju, në vrejtje, ankesa, para shtesa, qatë që kanë shpika një prej vete, me bo një mocion për me nxirë gjykata aktë gjykim në gjysë procedurës ja u ka leju. A nëpse e ka refuzu pastaj me vendim. Unë e këmë thonë gjithë, procedura ka me zgjatë minimum 7 vite. Ja këmë thonë 100 intervista, kanë thonë avokati, çfarë avokati, kjo ata 3 muaj, 90, 1 muaj me 12 janar, me 21 dhjetor. 7 vite. Sot janë bo 5 vite gjys, ende nuk është bo shpallje aktë gjykimit, pas shpalljes vjen përpylimi aktë gjykimit që i dënë minimum gjadet, pastaj u dërgohen palve, pastaj palët e kanë kuhën e përgatitjes së ankesës, pastaj u kthehet prokurisë mu përgjigj në ankesë, pastaj rasti shkon në apel, apeli minimum edhe në vete gjys, të thotë ka me të nëzot 8 vite vetëm zbatimin e procedurës, zhvillimin e procedurës penale. A u Kosova mos gocë? Pse çka do bëjmë me Kosovën? Çka do bëjmë me Kosovën? Për arsye se Goran Murati, ministri i financave, frikja dojti një buxhet prej 11 milionerë mbrojtjes së tyre. Mirë po. A është humbje? Mirë, fal, a është humbje kjo pushtet? Në atë aspekt po, mirë po në aspekt tjetër nuk ka Kosova. Pse? Po boll o gaz na hub në aspekt financiar. Jo, kur është mbytyje drejtësia nuk shirë financa. Po jo, sipas teja atë pas ka nevojë mbrojt, edhe ministri e Goran Murati do ka të po gabim, sipas teja. Aja punë është e rregulluar me ligj, dëgjë. Drejtësia nuk ka çmim. Gjykata ka më dhënë epilog përfundimtar. Ka më nxjerr akt gjykim meritor. Akt gjykim meritor. Meritor i bjen lirus apo denus. Kuptane? E nëse i liran? A e zati që janë pa fajtur? Jo. Pse? Pse unë besoj syve të mi më shumë se vendimet gjykatës. Bravo, po ti thon pak më herët para 10 sekonda thonë që meritus. Po. Denus apo pa denus? Unë tregoj aspektin procedural, ligjor çka vendos gjykata. Po ti ai beson në aspektin procedural. Akt gjykimi lirus jo. Veç më denu pa çora? Jo. Unë e kam perceptimin tem bazë të përvojës dhe asoj çka unë e di. E çeni pyetje tjetër para se më dorë të muza. Nëse ai lirohet me akt gjykim, na do të pranuat akt gjykim. E vërtet. Pavarësisht unë s'kam mendoj pyetja tjetër që mu ka duke e rënë për shembull për një avokat si ti, më fal që po të them. Si profesionist. Gazmendi ka thonë se do komandantë ai kanë kohë mjekrat se janë tut kur vinë serb kanë mjav lidh mjekrat. Kush janë ata komandantë? Me lidh mjekrat për lisi ose prej autoblinda. Po, është deklaruar e jutja. Faleminderit që PD, që është e jutja. Unë alkool nuk pi asnjëherë. Jo, dikush se pranon. Mos u ngot, çka do të thotë se dikush thotë kam qenë ndikim të alkoolit. Krejt çka kum fol. Kam qenë shumë normal, shumë i vetëdijshëm. Shumë normal, shumë i vetëdijshëm. Bravo, po. Unë nuk jam sikur ai thupra që u lakoj që atje në Hog. Se kam qenë çfarë ke diçka. Po. I kanë kallë mjekrat në ofenziven e 25 shtator